ende asnjë grup parlamentar nuk ka marrë asnjë informacion se a do të mbahet seanca për zgjedhjen e presidentit, përderisa kanë mbet edhe një ditë. Shtarët e Kosovës duhet ta dinë se përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit fillimisht i takon partisë parlamentare që i ka fitu 51%. Për këtë 51%, për këto 66 vota e ka marrë qeverin me 19 ministri, dhe ata janë tash në punë. Nuk i ka 80 vota me bo presidentin, dhe në mungesë të 80 votave nuk ka ndodhur një proces politik për të zgjedhur një kandidat konsensual. Pse s'ka ndodhur? Ne kem ditë kur është afati i fundit kohor. Dhe nuk ka ndodhur asnjë truezë politike serioze për me diskutu profilin e një kandidati. Qëndrimi është i njëjti. Partia Demokratike e Kosovës ka konsistencë, s'kemi pas vijat kuqe, kemi pas vullnet plot me votue një kandidat, po që se kish me qenë dikush prej familjes jashtëore, flas me respekt derin për ulje, e vlerësojmë vendimin e familjes, kemi thonë që duhet të ketë marrëveshje politike, që paraprakisht me i parapri marrëveshja politike, që të kemi president të zgjedhur të propozuarin nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. S'kem qëndrim se s'ka kandidaturë zyrtare. Mirë po, pa marrëveshje paraprake, nuk ka vot për Partisë Demokratike të Kosovës. A keni një udhtim a do të mbahet seanca? Nuk kemi marrë një udhtim ende. Ne respektojmë çdo familje të respektuar, edhe Andinin që kom pas edhe koleg, por besoj që dihet se ai është vatërs i partisë në pushtet, dhe sigurisht që derisa është në vetëvendosje, ne nuk kemi votë. Ne sigurisht që nuk do të qëndrojmë në sallë. Partia Demokratike e Kosovës ka treguar që është e gatshme me dhënë emrin, po se ka marrëveshje për qëndrimin dhe për marrëveshje politike shore të dysh. Format për besjos mbledhjen e grupit. Ndëgjon ne kemi mbledhjen e grupit parlamentar, na do të diskutojmë krejt qëndrimet në grup parlamentar, nuk muj me thonë këto çka kam pa deri tash janë vetëm raportimet mediave, po nuk ka diçka që zyrtarisht e kemi marrë ende. Sot ju e dini që afatet jemi vesh në përmbyllje të afateve kushtetuese dhe për ne si grup parlamentar është me rëndësi që të takohemi edhe të shohim se si do të rjetë situata sot. Pa marrëveshje, keni vot për ndonjë kandidat të vetëvendosjes? Nuk kam, mendoj që saktësisht e ka thënë edhe zoti Hamza, e kemi qartësu pozicionin tonë, nuk kemi mbrit deri tash në ndonjë marrëveshje, të paktën deri në këto momente, po për detaje kemi mbledhjen e grupit parlamentar, besoj që pas grupi do të informoheni me saktësi çka do të ketë. Faleminderit shumë.